Republika e Kosovës mund t'i ketë 1.7, 1.8, po ja që le t'i ketë edhe 2 milion banor. Sipas statistikave, do të thonë, duke filluar nga jointi ose që quhet kanabis ose marijuan, kjo është kogja shqetësuese në Republikën e Kosovës, sepse viti i përdoruesve ka ra. Po flasim, do të thonë, për 14, 15 dhe 16 vjeçar, unë po e marr atë maksimumi, nuk po shkojnë në 13 vjeçar. Por çka është shqetësuese në aspektin kriminalistik, është shqetësuese dhe duhet thuhet si e tillë. Nuk mund të mos hasësh në ndonjë vend është rrallë, ku nuk mund të hasësh në ndonjë vend ku ka rini dhe ku nuk gjendet praktikisht jointi që quhet sipas normave të reja të kësaj gjenerate, domethënë të re. Jashtëzakonisht është shqetësuese. Kurse nëse shkojmë për këtë rangun e dytë, kokaina, që është edhe më brengose, edhe këtu ka ra, domethënë, viti i përdoruesve 20-25 dhe tutje, sepse kalon prej një stadi në një stad tjetër. Më lejo të lutem vetëm ta shpjegoj 1 minutë për kanabisin dhe pastaj do të përfundoj me pyetjen tuaj. Ekziston në pjesë të kokës në aspektin e kriminalistikës mjekësore, që quhet korteks dhe është vetëm 2 mm dhe shërben për të menduarit. Ja që kjo lloj droge ose kjo lloj jointi, marijuana ose kanabis, kjo i mbyt këto qeliza që gjenden në korteks dhe shërbejnë për të menduarin dhe nuk regjenerohen më, kurse është pjesa më e madhe e trupit që ka qeliza. Mos flas për drogën e dytë dhe mos flas për atë tretën heroinën, që ajo është shkatrimtarja, sepse pas saj nuk e ku shkon më, zakonisht është drogë tepër e rrezikshme. Zakonisht personat në Kosovë lajmërohen që janë përdoruar, po ta shtrohet pyetja në aspektin kriminalistik, ku po mbetet shifra e herë? Dhe sa e rrezikshme është kjo? Dhe kush po e transporton këtë? Kjo është krimi i organizuar. Kjo është krimi transnacional i drogave. Nga Shqipëria, shembull konkret kanabisi dhe të tjerat. Pra, si po i bjen kjo në aspektin e qytetarisë? Shqipëria ose nga Macedonia, po të bjen ty drogë, kurse të ne është ai armatimi, armët dhe kontrabandimi me armë, do të thonë, jep diçka për të marrë diçka. Është zakonisht, do të thonë, shqetësuese, por ajo çka mund të cekem për rajonin, po flas vetëm për rajonin e Ballkanit. Ne qëndrojmë më mirë se rajoni i Ballkanit. Këto janë statistika që nuk mund t'i mohoj askush, sepse ju po e shihni policinë e Kosovës se sa shumë po lufton, kanë qenë edhe 400 kg tjerë kokainë që janë zonë dhe shumë marijuanë dhe të tjera. Mirë po lufta kundër kësaj dukurie të keqe nuk qëndron vetëm te policia, qëndron te të gjitha institucionet, sepse të gjithë duhet të qohemi, sepse kur e ke një problem në shtëpi, hallin e ka krejt shtëpia. Ai person kur kalon në drogë të kokainës ose të heroinës, ju keni pasa dhuna në familje ekziston. Ajo cenon sigurinë publike. Kur ta cenosh sigurinë publike e rrezikon atë veten, familjen, por edhe shoqërinë, sepse je i varur, ti ke varësi. Dhe ne duhet ta luftojmë të gjitha institucionet bashkërisht, dhe jo vetëm policia.